nderuar miq, 35 vite nga themelimi i Partisë Demokratike në këtë parti, portën e parë në opozit, në këtë dhjetor, ja rikthyer edhe një herë thirrjet për liri edhe për demokraci, po këtë radhë jo në Shqipëri, po brenda partisë, edhe këtë po e bën Ervin Saliani, i cili ka trazuar ujrat brenda Partisë Demokratike me një përtore që ka nisur nga qyteti i Durrësit, por siç e deklaroi ai, do të vazhdoj në të gjithë Shqipërinë. Kjo nuk është shkruar as pak mirë nga Sali Berisha, lideri i Partisë Demokratike, që e ka cilësuar mashtrues Ervin Saliani, dhe kjo lëvizje sipas tij po bëhet për qëllime personale. Ato ta forcojë apo do ta përçajë edhe një herë akoma më shumë partinë kjo lëvizje. Do të flasim ditën e sotme me zotin Sadri Kortoçi, aktivist i Partisë Demokratike, por për të theksuar që në kuvendin e 2021 u rikthye nga Shtetet e Bashkuara për qenë antar pra i kuvendit kombëtar të Partisë Demokratike. Si shikon ai nga atje, zoti Kortoçi, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje edhe juve. Ervin Saliani, mendoni që do ta sfidoj Berishën apo edhe as mish as peshk? Partia Demokratike, domethënë fillimet, themelimi i Partisë Demokratike në vitet 90 ka qenë mbëshërim i atyre njerëzve që kanë kërkuar votën e lirë edhe të jenë të lirë me shprehje mendimet e tyre, pasi kjo ka qenë e ndaluar për 45 vite të regjimit komunist. Por lëvizjet e këtij zoti Kortoçi, e shkundi Partinë Demokratike. Lëvizjet që bëhen brenda një kampi, gjithmonë nuk janë lëvizje që dëmtojnë askën, kur e shef si lëvizje të sinqerta. Kur ta shohim aspektin tjetër se figurën edhe kuvendin e 2021-shit, pse u bë kuvendin e 2021-shit? Domthon po përsëritet si duket e njëjta situatë me një figurë tjetër, sikurse është unë zumër mbrojt Aspak. Krahasoni me Lulbaçin. Po duket sikur përsëritet i njëjti skenar që u përsërit në kohën e Lulzimbash. Ta them këtë pse, se duke pa parasysh se Saliani ka qenë një nga ata pjesëtar që asnjëherë nuk kërkoi falje ke demokrat me ato që ndodhi me 8 janarin, atëherë këtu vjen E keni fjalën për atë që doli me varrejë në dorë? Atë, situatën domethënë që Partia Demokratike, godina Partisë Demokratike u fortifikua, u bë me hekura, me pa kalueshme, dhe pjesa e demokratëve që kërkoshin partinë zgjedhjet lira të Partisë Demokratike u detyrojnë që të sprapsen me gaz lëndësqes, me shkopi gome, me rrahje, domethënë e momenti kur Berisha, doktori, i pranojnë parti pa kërkuar asnjë lloj falje, atë ndodh situata që përsëritet. A këtu është gabimi pra për mendimin tuaj, që nuk kërkua falje kur u bë pajtimi i madh, edhe këto janë pasojat? Faljen duhet ta kërkonte Partia Demokratike Sali Berisha si person, si në emër të Partisë Demokratike. Nëse Berisha ju dha krah, nëse Berisha i mori pranë Partisë Demokratike dhe i vunin pozitat kryesore, Gazbardhen, Gjek Markaj, Salianin, gjithë këto njerëz që ishin pjesë e Partisë Lulzimbash, domethënë e krahut, s'po them e partisë, s'ka parti Lulzimi, po e krahut të Bashës, edhe në hyn parti, pa asnjë lloj merite, domethënë me merita që çdo njëri mund t'i quajë si njerëz devijues Partisë Demokratike. Ato demokratë të shkret, demokratë të thjesht, demokratë që kanë luftuar për 30 vite, normalisht që të zbrapsin kur shohin Salianin, kur shohin këto pjesën e grupit Lulzimbash që vinë ke Partia Demokratike dhe morën pozitat kryesore. Kjo është domthon kur gabimet
përsëriten gabimet mas gabimeve, gabime mas gabimeve. Konferenca, Kuvendi Kombëtar 2021 nuk ishte qëllimi i konferencës Këshillit Kombëtar që mbledh në 2021 në stadium ishte që të rivendoset vota e lirë në Partinë Demokratike. Nuk ishte që njerëzit pa merita të marrin pozita. Ky është defekti domthonjë që ndryshoi komplet në to 4-5 vitet e fundit. Domthonjë meritokracia asnjëherë nuk u vendos, nuk u hap asnjëherë partia përveç se pra pas ka të drejtë Saliani që s'ka meritokraci, se kështu të dhej. Po Saliani nuk ka asnjë lloj drejte, se s'ka absolutisht, ti nuk mundesh. Saliani ishte nga këto njerëzit që deshin me marr partinë pa merit, pa vot. Zoti Kortoçi, Saliani ka bërë burg për partinë. Nuk ka lutem. Bëri denoncimin për partinë, nga se lihej partinë. Drejtësia duhet të qenë pavarur nga politika. Qëndrojmë tek denoncimi. Ajo ishte piknisja, ai denoncim, pastaj vajti si vajti drejtësia si është çështje tjetër, e varur e pavarur, pa ai për atë denoncim ai bëri burg. Dgjoj, burg mundesh me bë, nuk do të thonë absolutisht asgjë s'ka të bëjë me drejtimin që kanë parti. Fakti është se grupi i bashkë përfshi edhe Salianin deshen ta marrin partinë me zor. Për një arsye ose për një tjetër, nga ndikimi i ambasadorës amerikane, nga pa detynia, nga ato gjonat mësme që nuk I dim, thjesht s'ka gjë të keqe të kesh ambicie apo jo? Absolutisht jo, po ambicie duhet me qenë në demokraci. Kjo është e keqja se nuk po kuptohet se kush është demokraci. Demokracia është e drejta e votës. Domthon ti me votu I lirë për ato që mendon ti që mundet me drejtuar. Edhe thjesht nëse ky parim zbatohet, atëherë aty ka demokraci. Po mas pare, peks pare, Partia Demokratike si parti, unë jam I krahut djathtë edhe jam që Shqipëria të kenë demokraci, aty nuk ka demokraci të brendshme brenda partisë, se po flasim ke krahu tjetër që s'ka ekzistuar, as nuk ekziston ndonjëherë, se janë ushtar. Po këtë po thotë ai pra që s'ka demokraci të brendshme. Por në? Këtë po thotë edhe Saliani, nuk ka demokraci të brendshme, janë njëjtat figura që u zgjodhen për deputet edhe rrinë te kafja e PD-s nuk shkojnë në bazë. Njëjtat problemi që thotë Saliani I kanë ngritur demokratët gjatë takimeve me Berishën, që e fundit ishte në Mirdit. Pra, ai atë po thotë. Po nuk është Saliani, nuk është nga ato njerëz që mundet me sjell frymë të demokrat. Po pse? Ato demokrat që kanë hongër dru ke Saliani, nuk do shkojnë mas ideve të Salianit. Du ta kuptojmë këtë gjë. Këtu dohem me Salianin. Saliani mund me qenë demokrat I flak, mund me qenë genius për atë teorinë e tij, por këtu ndohem me Salianin. Edhe me shumë Salianë atje që janë sot ke PD. Me Jack Markaj, me Gazin, unë shoh Gazin bën luftë në parlament, djali mirë, çdo gjë ka në rregull, por kur vjen problemi I 21 janarit aty. Zoti Kortoçi, ju këtë zgjidhni në këtë mes, se morët edhe dy figura tjera. Jack Markaj që deputet në kryetar kuvendi, po kam parë që shkruan vetëm bejte, atë Gazbardhin që rezultatin si e morin Elbasan, si e morin Fier, ju e dini më mirë se unë, se I dini më mirë, apo Saliani tani që ky doli nga burgu, ka bërë burg për parti, po kërkon energji të reja për partinë. Por e një gjë, nëse Saliani vazhdon në emër të Partisë Demokratike, mbledhin frymë të re, sjellin figura të reja, por gjithmonë me meritokraci, bazë të votës, është shumë gjë e mirë, por nëse Saliani del jashtë partisë, atëherë këtu ndohen. Këtë ka mohuar ai, as nuk kandidon për kryetar për momentin, as nuk themelon parti të re. Pra ai thotë, jam këtu brenda partisë. Nëse është brenda partisë, asgjë, por çdo gjë duhet me qenë brenda strukturës, mbas statutit të Partisë Demokratike. Se edhe unë mund me dalë me thonë që
po hapi një parti tjetër brenda Partisë Demokratike, atër nëse ti ke trahtu ato idealet dhe statutën e partisë, normalisht je i lirë me hap parti, nuk ka absolutisht. Edhe unë në vërtet, kur e shef situatën 35 vjeçare se edhe këto partit që janë sot, që si qujas nuk kanë forcë, dy parti kanë forcë në Shqipëri, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike. Edhe Saliani besoj e dikte që nuk e hyn kësaj aventure që të ha parti të re, se e paku kanë përfunduar gjithë tjerë. Pra ne po edhe këto që dolin, që fitun, që morën disa votime, ju pak a shumë se kush ishte ideale e tyre, u zoom për karrika, kush do dalin, kush do hynë parlament, Ideali është i thjeshtë, sepse Shabani luftonte dy palët establishmentin dhe kandidon për avokat popullit kurse Lapaj vuj familjarët, babai në tezja hall në listë, vetëm Qorri ka qëndruar idealist deri tani. Atër çka opozita, apo opozita për shembull se demokrati shohin të gjana, demokratë vërtet i shohin. Mja nis me qenë real me vetveten. Edhe unë nuk pres me qenë Partia Socialiste real me vetveten, se s'kan qenë asnjëherë s'kan kërku falje për krimet 45 vjeçare, absolutisht, nuk pres. Edhe nuk kam për të prit edhe në një herë tjetër, se vetë janë rritë brez pas brezja kështu, por Partia Demokratike si parti e lirisë, si parti e fryms e votës lirë, duhet me kërku falje të demokratë që sot janë largu nga Partia Demokratike. Nuk janë largu, demokratë aty janë. Gjithë ata që kanë qenë në 2021 edhe përpara aty janë, nështë një pjesë kanë ikë, nuk e di me numër sa kanë nga Shqipëria, por demokratë aty janë vërtet, ata që me të vërtet e donë drejten, po ashtu edhe ke Partia Socialiste, ka njerëz që donë drejten, e donë meritokracinë. Pa marrë parasysh se kush është në pushtet, ajo ndodhet të krau tjetër, por po s'bënë Partia Demokratike, nëse arrin nuk bën një analizë të fortë, me arrit, me godit njerëzit që ju kanë larguar. Çfarë analizë do bëhet kur të njëjtët njerëz që ishin me Bashën deputet, janë të njëjtët me Berishën? Dakor, por këta thashë thonë, po këta që janë sot me Berishën, këta do me kërku falje, Berisha me thonë arsyet se pse i pranoj, se për ata boni luftën, s'është luftë, po për ata u bo, kjo ishte arsye që u bo kuvendi kombëtar. Pakti me Ilir Metën. Demokrat nuk e pranojnë, demokrat e vërtet nuk më intereson se kush ka qenë nëjma që ka thonë Ilir Meta Sali Berishës, ose Sali Berisha Ilir Metës. Fakti është që Ilir Meta nuk du të marrë me marrë deputet, afrofej, si thonë pasi lloj beteje me shumë parlament. Këtë thot edhe Saliani, sepse fakti që u vendosën në listë aleatët, lan jashtë njëri si Ali Mehmeti, që u toq, sepse listën në Tiranë e zunë aleatët. Listat e mbyllura, unë e kam thonë edhe disa dalje publike, disa herë tjera, listat e mbyllura, ajo ishte krem për Partinë Demokratike. Ishte krem. Pse? Apo flasin për demokraci, për votë lirë, atëherë hidhe kandidaturën edhe demokratë të votojnë. Po jo demokratë që blihen, aty është diaspora, pastaj, edhe diaspora. Një kandidat deshi me hedhë kandidaturën në Shqipëri nga diaspora edhe u injoruar. Këta në arsye që ti e shef vetë situatën që për këto qysh su bën zgjedhjet, edhe unë si me thonë që kam marrë Shqipëri disa herë për 3-4 vite, dhe në kuptimin fjalës nga 2 herë, 3 herë në vit, vetëm që t'jap një impuls, nështë sa do pak ke pjesa demokratëve, jam tërheq. Pse? Se i shoh domon që nuk përpuset ajo që unë luftoj me ato që sot është në Partinë Demokratike. Kur diaspora injorohet, nga iken erdhen ata para viti, erdhen deputet, këta të zgjedhjet e Partisë Demokratike, erdhen u shëtetën në për New York, në për Boston, në për kështu, u zhduken.
harrun diasporën. Ose tash edhe një, ata tjetër nuk i përmend me fare se nuk ja vlen më diskutu për ata. Kur situata aktuale në Shqipëri, domthon kur dy zëvendës kryeministra, një është jarratist, tjetër është me çështje penale. Se s'po flasim këta tjerë që kanë përfunduar në burg ose tjerë që po tush çdo sektor ka njerëz që janë me çështje penale, domthon shteti ka rënë në Shqipëri, qeveria ka rënë me pas qenë një vend demokratik. Këtë mënyrë këtë unë sot zoti Kortoçi do ju përgjigjem me argumentet e Salianit, sepse ai këtë thotë ai që shiko, me këtë situatë ku është mas asaj si ndodhi edhe me Ballukun, Partia Demokratike nuk është gjendje që të është gjumë konkretisht, sepse edhe para kryeministrisë ai thotë që nuk duhet shkohet me pekule, me petale, me lule. Pra, edhe ai këtë thotë që nuk po ndodh. Ndërkohë që në Durrës, thot ai, unë atje isha me 500 veta, që 500 veta sipas atij nuk ishin përpara kryeministrisë, llogarin Tiranë. Ai thotë unë mbledha në Durrës. Okej, shumë bukur. Atë çfarë keq ka për partinë? Pra pse shikohet si armik ai në këtë rast, sepse edhe vetë ka deklaruar që edhe fituesit, edhe në bashkitë ku ka fituar PD-ja, shikohen me një sy armiqtor, pra nuk merren si shembull që si shfituan për shembull Mirditën apo Kavajën, të shembuj të importojmë edhe në vende të tjera. Teoria Saliani nuk është teori e keqe, thash edhe një herë, nëse Saliani arrin, nëse Saliani ka autoritet, fuqi që të mbledhin demokrat, të rrëzojnë Ramën, absolutisht jam për çdo njërin që arrin me dominu mi pakicën, domthon shumica fiton. Ai që ka shumicën fiton gjithmonë. Por unë besoj, duke u nis thjesht nga vetja ime kur Saliani asnjëherë për dhëtorin, me 8 dhëtor nuk kërkoi falje, nuk e besoj që Saliani ka për të arritë që me dominuar në Partinë Demokratike. Unë personalisht, pasi Basha që kishte ndoshta një periudhë kohore më të madhe në Partinë Demokratike nuk arriti me fitua elektoratin e Partisë Demokratike, as Saliani. Saliani mund me shkut atë grupin e Bashës me vete, por sa i madh është ai grupi Bashës. Teoria e tij është shumë e mirë, po mas pari Saliani duhet me kërku falje për shkopit e gomës që ka dhënë demokratëve. Nëse ai ka kurajon bashkë me grupin tjetër, edhe e pranojnë që ka qenë gabim, ka qenë mos informim ose ka qenë presion i ambasadorës Shtetit Bashkuar të Amerikës në Partinë Demokratike, atëherë ndoshta demokratë mundën me pranua. Mundën me pranua dhe nëse ka fuqi me arrit me mobilizuar elektoratin demokrat, bravo qoftë. Por unë duke nis thjesht nga vetja ime se unë nuk e pranoj nëse ka bën një luftë prej 20-30 vitesh Saliani në Partinë Demokratike dhe në një moment ka dalë me marr Partinë Demokratike me zot, pa vot. Atëherë ai vetë ju mund krijosh përshtypja që ky njeri nuk është njeri që don demokracinë. Thjesht duke Zoti Kortoçi, është thyer buka me Berishën në këtë rast të Salianit apo jo? Më fal, edhe herë? Është thyer buka pra e Salianit me Berishën në këtë rast? Mund të ngjitet më apo s'ka kthim? Saliani në krahasim me këta tjerë me gaz edhe me këtë Jack Markaj, me këtë pjesën e bashkistave, nuk e di se sa i afërt ka qenë me Partinë Demokratike në vërtet, me instancat, me Këshillin Kombëtar dhe në raport me ata kolegët e vet, si nga kraji Bashës e këta tjerë, por normalisht që Berisha si lider i Partisë Demokratike, i votuar i Partisë Demokratike, do thyen raportet nëse ky shkon kundra statutit të Partisë Demokratike. Sigurisht që do thyen raportet. Atëherë do shkojnë balancat kush ka forcat më të mëdha, por unë besoj që ata demokratë që kanë besu ke Partia Demokratike dhe ke lideri tyre Sali Berisha, megjithëse Sali Berisha është në moshë domthonjë që nuk i lejohet, procesi biologjik nuk i jep shumë afat, edhe duhet ta hap pra Berisha në zgjedhjet e vitit të ardhshëm apo jo?
nuk mundesh me thonë demokraci hap krahun. Nuk jenë në rrugë, se me thonë marrë një me shpejtësi të madhe mu largu me hap rrugën. Sikur të thash, në demokraci është vota. Mundën me ardhën nga Amerika edhe me fitu votat kundër Sali Berisha, mundet me ardhë një tjetër që është një 10 herë ndoshta më i edukuar, më i përgatitur edhe mundet me marrë 10 vota edhe Berisha me marrë gjitha. Demokraci është thjesht përkraja edhe fryma që të sjell ke elektorati. Unë personalisht, sikur thash, personalisht nuk besoj që Saljani jashtë Partisë Demokratike ka për të bënë në një prokopi, si thon nga jugut, por shohim situatën se si ka më shku më ndaj. Ndërkohë në gjithë situatë, po ndjesë ndërpreva. Ose Ali Mehmeti me këto grupin tjetër domon që dolën në lista të hapura. Nëse Ali Mehmeti edhe këta njerëz që ishin në lista të hapura do kishin një frymë më të madhe se sa Berisha, do kishin arritë që ta ndryshojnë atë brenda Partisë Demokratike. Nuk do kishin lejuar listat e mbyllura. Me shku njerëz domon që s'kan asnjë lloj merite, me marr Partia Republikane, unë nuk e di se kush është faktori ose kush është nera që Partia Republikane ka bërë Partisë Demokratike. Unë di që Partia Republikane ka vetëm një person, kryetarin e Partisë Demokratike, nuk e di se a ka antar tjerë në Shqipëri. Edhe ai të morën deputet, edhe unë për shkak që kam luftu, kam 35 vite që luftoj për idealet e mia, të ignorohem, atë normalisht që të largohem. Fatmir Mediu domon është deputet qysh në 90-ën. 90-ën jo, po masi mori Partinë Republikane, masi Sabri Godov diç. Kështu që demokrati shohin të gjëra. Listat e mbyllura, analiza, asnjëherë nuk u bë analizë pse humbën votimet, pse Partia Demokratike shkon mandaturën e 4 me humbje. Këto janë ato gjëra domosht që njerëzit nuk e gjojnë veten, largohen në pjesë janë aty, po nuk afrohen Partisë Demokratike. Nuk i afrohen. Kjo është situata. Edhe kur e shohin edhe brenda partisë, edhe brenda partisë aty bëhen hile, domthon kur vjen puna ke votimi, ke këshilli kombëtar zgjedhërit, ke forumi rinor, domthon aty kur humb besimi, kur humb shpresa, aty shkon situata. Ti shife domthon vetëm me skandale që ka ndodhur. Po pikërisht këtu do të tani tek kjo që po ndodh me qeverinë, në gjithë të situatë, me këtë që ndodhi skizëm nga Partia Demokratike me Salianin tani, mundet që ta sfumoj edhe atë që po ndodh me qeverinë, dosje mballukullet e tjera? Dosja mediat edhe pushteti i Ramës normalisht që mundon me çdo lloj mënyre me të heq vëmendjen e opinionit. Në këtë rast është vetë Saliani. Po pranaj, thashtë dhe një dulmunis nga vjen Saliani, nga 8 janari. Kështu që domon vetë fakte domon që grupi i bashkës në 8 janar kërku ndihmë ke Edi Rama, kuptohet që si duket janë patricat mshefta të Ramës. Pse don pushtet, don privilegje, janë ndoshta ato që na nuk i shohin sipërfaqe, por fakti ku është sot shteti shqiptar, qeveria shqiptare, edhe ajo propaganda që bëhet sot nëpër media është që ta tërheqin vëmendjen e opinionit publik dhe shkon me çfarë merret Saliani, Berisha, brenda PD-s. Në vend që të kushtojnë vëmendje domon ta shohin situatën se si mundet me dal ai popull nga situata që është sot, që domon çdo sekond vidhen taksat e shtetit shqiptar, korrupsioni papall, hetime ndërkombëtare. Ta shikosh për shembull, ta shikosh kryeministin tuaj është Joni. Është boss
i jonit, po themi. Ta shikosh, unë po shikosh atje në një paraqitje publike duket sikur po jeton mal. Se ka probleme ndërkombëtare, ka hetime ndërkombëtare, domethënë që sot çdo ditë pritet që fillojnë hetime ndërkombëtare ose të arrestohet. Se kush do jenë ai që do arrestohen, ato vetëm Për Ramën e keni. Për Ramën e keni që do arrestohet. Po. Po nga kush? Përse? Po vetëm shifi lidhjet, vetëm shikoj lidhjet, domethënë që Rama me njerëzit që secili e ka një si më thonë, një biografi të keqe mrapa, vetëm me Mogherinën. Vetëm këtu shife domethënë që shoqe, pse gjithë të njerëz që bojnë korrupsion kanë lidhje me Ramën? Si ka mundësi? Po me dikë çdo njeri ka lidhje njoje, po s'mba përgjegjësi për ata. Nuk them që mba përgjegjësi. Por Mogherini ka qenë shefi i politikës jashtme e Bashkimit Evropian. Mogherini ka lidhje me të gjithë në Europë si ishte shefi i politikës jashtme të BE-s. Dakor, në psikologji ambienti se ku jeton edhe me kë jeton ka shumë ndikim. Nuk e di se sa njerëzit që ndëgjojnë të ka përshëtim, por nëse ti rrin me një që luan bixhas, por për shembull bixhas çdo ditë edhe ke shok, normalisht që në një mënyrë ose një tjetër edhe një ditë ke për pa vetën duke luajtur bixhas, ose nëse rrin me njerëz që shkojnë çdo ditë në palestër, njerëz që janë fit, normalisht që një ditë ndoshta nga biseda duke pa bisedat me ta se si transformohet ajo fiziku i tyre, edhe ti ke për të përfunduar atje. Kështu që gjithë këto që shohim në këto 12 vite, 13 vite që Rama ka në pushtet, me njerëzit që ka qenë njerëzit më të korruptuar, ai ka shok. Kjo është, domethënë ajo thelbi i saj. Dhe ta shikosh të javën e fundit duket sikur po jeton nëpër shpella, as nuk rruhet, domethënë një fytyrë domethënë që nuk bëhet as e pranishme në media kur e shikon. Je kryeminist i një vendi, shkon nëpër Evropë me tuta sporti, as në gjim nuk merren ato. Domethënë këtu ka përfunduar ajo identiteti i jonë si shtet që na përfaqëson një kryeminist me atletët bardha, me një domethënë ta shikosh mes liderëve të Evropës, domethënë është fatkeqësi për ne. Ajo është imazhi i Shqipërisë jashtë. Statri për ta mbyllur me Shtetet e Bashkuara, presim gjë nga andej këtë fundviti apo Po çfarë pretni? Në një dhurat apo pretni në çek? Shpresat e shqiptarëve ju e dini që ëndra është Amerika. Nuk e kam fjalën për ashtu shortin e botrorit që do hidhet sot. Me kë mund na bie në grup në rast kualifikimi për vitin tjetër. Amerika ka qenë edhe është, si më thonë, aleat i Shqipërisë. Administrata Trump normalisht që ka raporte shumë të mira se sa edhe me qëllime shumë mira në krahasim me raportet që kishte administrata Biden. Administrata Biden jo vetëm Shqipëri, por në gjithë Evropën, domethënë kanë vite që suportojnë e përkrajnë të majtën. Trump normalisht që nuk e suporton të majtën, edhe dihet njërimi publik domethënë që i bëhet sa Trumps, domethënë nuk ka asnjë lloj kontakti me qeverinë e Rams, duke marrë parasysh as në aspektin e mbrojtjes, asnjë lloj aspekti domethënë që sot situata në Ballkan nuk duket mjaft e mirë, edhe në Evropë në raport me Rusinë edhe me Ukrainën. Ishim një alarm të ngritur andaj në dhomën në Komitetin për Europën, në Senat, pak ditë më parë, që Shqipëria, Maqedonia, Malizia mund të jenë shenjestë rasti një agresioni. Evropa, shkputja anglisë
nga Evropa nuk ishte si më thonë, nuk ishte një gjë e mirë. Evropa s'ka forcë kur shef impaktin që ka Evropa në paqen e sigurinë botërore është shumë e vogël në raport me Amerikën. Kjo varet thjesht nga fuqia ekonomike dhe ushtarake që ke. As Gjermania, as Franca, as këto vendet e NATO-s nuk kanë atë fuqinë ekonomike, as fuqinë ushtarake. Të gjitha bashkë ndoshta kanë një farë fuqie, por rolin vendimtar këtu e luan Amerika. Kështu që Evropa sot për sot domosdoshmë është thjesht pjesë e atij pakti, por nuk e ka atë forcë që ka Amerika. Nuk e ka forcën që ka Amerika. Mos me qenë Amerika edhe NATO bien. Kështu që unë do kisha thënë që sot vëmendja kryesore me qenë ke propaganda që sot Rusia bashkë me Serbinë që janë alat, janë vëllezër, qëllimet e tyre që kanë ata që asnjëherë nuk i shprehin publike, por janë qëllimet fsheta domethënë që kanë qenë me shekuj. Shqiptarët me qenë me sy hap, si më thonë, me çdo moment me qenë të afër me administratën e Shtetit Bashkuar të Amerikës, pasi nëse ti ma një raport mirë edhe raport drejt me Shtetit Bashkuar të Amerikës, atëherë i ke edhe mundësi që ta mbrosh veten, pasi vetë si komunist s'kena arrit me mbrojt veten asnjëherë. Në vërtetë thjesht Shteti shqiptar gjithmonë është komanduar nga fuqi të mëdha, nga njerëz që kanë pas pesh. Mirësia ose fati jonë ka qenë se me popullin amerikan gjithmonë kena pas një raport mirë edhe miqësor. Siç po duket edhe vitin e ardhshëm Kamra do të jetë fokusuar sërish nga Partia Demokratike për të parë se kush do jetë lideri i ardhshëm, nëse Sariani do ta sfidojë Berishën në kuvendin pra në zgjedhjet konventin që do të mbahet në pranverë në Mosgaboj, atëherë kur i mbaron dhe mandati. Zoti Kotoçi, unë falenderoj shumë për bisedën, për analizën tuaj. Faleminderit edhe për jush, edhe në gjohë. Faleminderit për ftesën, edhe ju përshëndes edhe ju. Ju uroj më të mira.